Ura e vjetër e Bunës për të disatën herë radhazi ka nisur të dëmtohet. Përgjatë gjithë gjatësisë së saj, drasat janë dëmtuar duke paraqitur një rrezik serioz për kalimtarët, veçanërisht për pedaluesit në orët e vona të mbrëmjes. Struktura e saj është dëmtuar ndjeshëm duke ngritur shqetësime për sigurinë e kalimtarëve që e përdorin çdo ditë. Qytetarët shprehin se ura është riparuar disa herë ndër vite, por ndërhyrjet kanë qenë të përkohshme dhe nuk kanë zgjidhur problemin në mënyrë afatgjatë. Sipas tyre, një nga arsyet kryesore të dëmtimit të vazhdueshëm është kalimi i motorëve dhe mjeteve të tjera të rënda. I kanë riparuar për vite të tjera, ku ishin thyme e ishin veshin të kanë filluar prapë më u thy. Motorët më tepër se bicikleta nuk e dëmton. Makina s'ka ka me kalu, motori ka me. Edhe motorët janë në lu me kalu, po kalojnë. Vjen koma nga, po vritesh se këtosh. E mira me rregullu. Normal si çdo gjë amortizohet. Mund kënë 2 vjet që e kanë gatitur, po duhet mund rrugës. Gjendja aktuale e urës kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe më të mirë planifikuar. Banorët kërkojnë jo vetëm rekonstruksionin e plot, por edhe vendosjen e rregullave të qarta për përdorimin e saj në mënyrë që të shmangin dëmtime të tjera në të ardhmen. Kjo urë ka një lëvizshmëri të madhe, sidomos gjatë stinës pranë Verver, ku qytetarë të shumtë përdorin për ecje edhe drejt Shirokës.